Një ngjarje e rëndur regjistrua pas ditën e së martës në Lezhë në vendin e quajtur pranë kryqëzimit të Rilës. Në Lezhë, disa shtetas ende të pa identifikuar kanë goditur me mjet të forta shtetasin Petrit Paloka, rreth 35 vjeç. Ky shtetas është transportuar në spitalin e Tramës Tiranë për ndimet e specializuar dhe paraprakisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën, bëri me dije policia. Ndërkohë burimet bëjnë të ditër se ka një person dyshuar për sulmin ndaj 35 vjeçarit, megjithatë për arsye timore identiteti i tij nuk bëhet publik. Dyshimet paraprakë flasin për motive dobta që mund të kenë quar në dhunën ushtruar. Hetues kanë sekuestruar pamje disa kamera të sigurisë të biznese pranë zonës dhe po analizojnë lëvizjen e automjetit që dyshohet se është përdorur nga autori. Pamjet po krahasohen me ato të siguruar në vendngjarje me qëllim identifikimin e plotë të autorit dhe dinamikës së sulmit. Sipas të dhënave, Paloka kishte ndaluar automjetin në rrugën që lidh superstradën me Rilën, ku u tërhoq me forcë nga makina dhe u godit me shkop bejsbolli, kryesisht në gjymtyr, duke marrë fraktura të shumta. Fillimisht ka deklaruar se nuk e ka njohur personin që e sulmoi, por pritet që të merret sërish në pyetje për sqarime shtesë. Ndërkohë të dhënat e grumbulluara deri tani ngren ndyshimet se sulmi ka qenë i mirë organizuar, pasi autori mendohet se nuk ka vepruar i vetëm dhe ka shmangur qëllimisht zonat me kamera sigurie për të mos lënë gjurmë.